Gërmadhat e ish fermentimit të duan cigareve vazhdojnë të mbeten të rrezikshme për jetën e banorëve që jetojnë në afërsitë të tyre. Nuk mjafton vetëm shkatrimi i mureve rrethuese, por me hapjen e një rruge pranë tyre është shtuar edhe më shumë rrezikshmëria për njerëzit. Siç e tregojnë edhe filmimet, pranë këtyre objekteve luajnë fëmijë, ndërkohë që platformat prej betoni mund të shemben nga çasti në çast, ashtu siç ka ndodhur 10 shembje deri më sot. Banorët e zonës janë të vetëdijshëm për këtë rrezik, por prej rreth 3 dekadash janë lënë në këtë gjendje të rrezikshme. Shumë rrezikshme për fëmijët dhe për të mëdhenj, për këto, edhe kalimtar, kushdo kjo ftej. A do të më vu dur dikush, të zhvendur askush. Ka gërmadi është i vetë, s'kam çfarë thamë. A gjëna me lënë kështu? A morëm edhe me pakush? Nuk e di, se çfarë mund të bëhet, po nuk janë të vu dur askush. Ne kërkojmë sa më shpejt. Dhe një komision me pa këta probleme, këta vështirësinë që janë. Kjo është kryesorja, po kryesorja është edhe aty të rrugës që ka mund, që kapët elektrike në tokë, rrezik me mbet njerëzit, nuk ka shtylla, shkojnë me shtëpive të njerëzve, kapët elektrike edhe ato janë të rrezikshme për fëmijët, për familjet, për këtu ka kërkesa sa dush, po varet se si mund ta bëjnë shteti, si mund ta bëjnë bashkia këtë punë tash. Po duhet më në mënyrë më emergjente, me pas mundësi. Po nuk e di se sa kanë mundësinë edhe sa punojnë ata. E se janë gatshëm ata me shërby kësaj lagje pak e shumë. Këshilli i Bashkisë Shkodër para pak kohësh i ka kërkuar zyrtarisht Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit që territori dhe godinat e ish fermentimit të duan cigareve t'i kalojnë në pronësi bashkisë për nevojat e komunitetit, por deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje. Ndërkohë, vetëm në territorin e qytetit të Shkodrës ndodhen rreth 50 godina të ish ndërmarrjeve shtetërore të paravitit 1990, të cilat janë kthyer në gërmadha dhe vazhdojnë të lihen në këtë gjendje, duke rrezikuar jetën e qytetarëve dhe duke cenuar rënd imazhin e qytetit.